Sa shumë njerëz i ka shkatëruar gjuha. Le të thellohemi në urtësinë e kësaj deklarate të Imam Aliut, e cila nxjerr në pa fuqinë shkatërruese të gjuhës dhe shërben si përkujtesë për myslimanët që të jenë të kujdesshëm me të folurit e tyre. Gjuha ka potencialin të shkaktojë dëm të jashtëzakonshëm, duke çuar në shkatërimin e individëve dhe komuniteteve. Është një mjet i fuqishëm që mund të ndërtojë ura ose t'i djegë ato. Kurani ofron prova të shumta të rëndësisë së fjalës dhe përgjegjësisë që vjen me të. Në surën Isra, ajeti 36, Allahu thotë: "Dhe mos ndiqni atë për të cilën nuk keni njohuri. Vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjithë këta do të pyeteni." Ky ajet na kujton rëndësinë e të folurit vetëm kur kemi njohuri dhe t'i shmangemi për hapjes së thashëthemeve apo informacioneve të rreme. Ai thekson nevojën për llogaridhënie për fjalët tona. Për më tepër, në surën Huxhurat, ajeti 12, Allahu na këshillon: "O ju që keni besuar, shmanguni prej shumë dyshimeve, me që disa dyshime janë mëkat. Mos i ulumtoni të metat e njëri tjetrit dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë, dëshiron do kush prej jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur, e juve kjo u është e neveritshme. Druajuni Perëndis, me të vërtet Perëndia është pranues i pendimit dhe mëshirues." Ky ajet paralajmëron kundër bërjes së supozimeve negative për të tjerët dhe përfshirjes në përgojim, që është e ngjashme me konsumimin e mishit të vëllait të vdekur. Ai thekson rëndësinë e ruajtjes së gjuhëve tona dhe përmbajtjes nga të folurit e dëmshëm. Thënia e Imam Aliut na tërheq vëmendjen ndaj pasojave të fjalëve tona, ashtu si dëmtimi fizik mund të çojë në shkatërrimin e një personi. Lëndimi verbal mund të ketë efekte po aq shkatërruese. Gjuha ka fuqinë të përhap thashëtheme, të mbjellë mosmarrveshje dhe të njolosë reputacionin. Mund të prish marrëdhëniet, të nxjisë urrëtie dhe të shkaktojë dëme të pariparueshme për individët dhe komunitetet. Duke menduar mbi këtë thënie, na kujtohet nevoja për të ushtruar përmbajtje dhe urtësi në fjalimin ton. Ne duhet të përpiqemi të përdorim gjuhën ton për të mirë, duke nxitur unitetin, mirëkuptimin dhe dëmshurinë. Ne duhet të mendojmë përpara se të flasim, duke u siguruar që fjalët tona të jenë të dobishme, të vërteta dhe lartësuese. Imam Aliu ishte i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij. Fjalët e tij kanë peshë të madhe dhe shërben si udhërrëfyes për myslimanët në të gjitha aspektet e jetës. Nëpërmjet kësaj thënie, ai thekson rëndësinë e kontrollit të gjuhës tonë dhe përdorimin e saj me përgjegjësi. Le të përpiqemi të gjithë të ndjekim shembullin e tij dhe të jemi të ndërgjegjshëm për fuqinë e fjalëve tona. Allahu na dhënë të aftësinë për të folur me urtësi dhe mirësi, edhe na ruajt nga pasojat shkatërruese të gjuhës tonë.